Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse pini 2 filxhan kafe në ditë, urgjent duhet ta dini këtë. Do habiteni me atë që ndodh mëlçis. Lajme të mira sidomos për pirësit e kafes. Kemi një arsye më shumë pse duhet të shijoni filxhanin e kafes pas mëngjesit. Pas një analize që është të bërë nën studimeve të mëparshme, shkencëtarët kanë zbuluar se personat që konsumojnë 2 filxhan kafe në ditë janë 44% më pak të rrezikuar të zhvillojnë cirozë të mëlçisë. Rreziku vazhdon të ulet me 65% të njerëzit që konsumojnë 3 deri në 4 filxhan kafe. Ciroza është një sëmundje mëlçise e zhvilluar pas një dëmtimi të gjatë të këtij organi që pengon edhe funksionin e saj. Rezultatet e këtij studimi mund të jenë të rëndësishme për njerëzit që janë të ndjeshëm ndaj sëmundjeve, citon autoria e studimit në Universitetin Kennedy of Southampton në Britani. Edhe pse mund të bëhen më shumë kërkime shkencore, ato tregojnë se kafeja gjithashtu është shumë e rëndësishme për shëndetin e mëlçisë. Tani kemi nevojë gjithashtu edhe për të pirë kafen gjithmonë brenda normës. Gjithsesi, ekspertët rekomandojnë që të mos e teproni kafen, pasi mund të zhbëjë efekte shëndetësore të saj dhe të shkojë përtej mëlçisë. Konsumi i tepërt i kafes është i lidhur me probleme të zemrës, imunitet të dobët dhe probleme të tjera të imunitetit. Ekspertët këshillojnë të pini 1 deri në 2 filxhan kafe në ditë në doza të ndryshme ditore. Kështu do të merrni përfitimet e saj në dobi të organizmit dhe gjithmonë në masën e duhur. Ulëntimet e fundit zbulojnë arsyet pse janë të mira edhe filxhanet e kafes para stërvitjes. Ato janë gjithashtu të mira pasi përshpejtojnë humbjen e yndyrnave. Kafeja arrit metabolizmin, ul oreksin dhe ndihmon qelizat e trupit të djegin më shumë yndyrë dhe në prodhimin e energjisë. Ato rrisin performancën. Shumë studime kanë treguar se pirja e kafes para stërvitjes funksionon si karburant në trup, duke rritur performancën, cilësinë dhe kohën e sportit. Përmirëson përqendrimin. Kafeja arrit qartësinë mendore, përmirëson përqendrimin dhe ju bën edhe më produktiv dhe efikas në stërvitjen tuaj. Redukton dhimbjet e muskujve. Studiuesit nga Universiteti i Illinoisit raportojnë se konsumi i produkteve me kafeinë para stërvitjes parandalon dhimbjet e muskujve, rrit qëndrueshmërinë e atletit dhe kohëzgjatjen e stërvitjes. Ajo parandalon komplikacionet. Kafeja përmban një sasi të madhe të antioksidantëve që shkatrojnë radikalet e lira të dëmshme për trupin. Gjithashtu, sipas ulëntimeve të publikuar në Critical Reviews in Food Science and Nutrition, pirja e kafes parandalon diabetin, sëmundjen e Parkinsonit, Alzheimerit dhe forma të ndryshme të dëmtimeve të trupit nga radikalet e lira. Kështu, përfshirja e kafes në dietën tuaj duhet të jetë gjithmonë në doza të duhura, për të marrë gjithashtu edhe një ndjenjë më të mirë ushqyese për trupin. Kafeja është një nga pijet më të njohura në botë dhe gjithashtu një nga më të konsumuarat. Shumë prej nesh kanë varësi nga kafeja dhe madje gjëja e parë që bëjnë në mëngjes është konsumi i saj me stomakun bosh. Por sipas ekspertëve, ky veprim është i gabuar. Kafen gjithmonë duhet ta konsumoni pasi të keni ngrënë diçka për të marrë edhe vetëm përfitimet e saj në dobi të organizmit. Kafeja është një nga pijet më të konsumuara në botë. Ajo do të ndikojë pozitivisht duke rritur edhe produktivitetin. Nëse jeni dikush që keni thënë, mos më fol derisa do pi një kafe, mund të dini me pak fjalë përfitimet e saj. Shumica e njerëzve nuk janë njerëz të mëngjesit, mbështeten në këtë ritual të përditshëm për të mbijetuar takimeve të mëngjesit dhe çdo aktivitet para mesdite. Ajo që njerëzit nuk e dinë është se kafeja në fakt përmirëson produktivitetin tuaj dhe mjafton vetëm një glënjë e saj mbasbuke për të rritur atë. Kjo është një arsye pse perceptohet si një rritës i produktivitetit në mëngjes. Ajo zvogëlon rreziqet e aksidenteve rrugore dhe automobilistike. Aksidentet rrugore mund të shkaktohen nga kushdo, por raportet tregojnë se meshkujt shkaktojnë më shumë se sa femrat, ndërsa aksidentet e tyre rrugore mund t'i atribuohen disa faktorëve që konsiderohet si përgjumja për shkak të rëndësisë. Është e rëndësishme që nëse udhëtoni me orë të gjata dhe nuk doni që t'ju zerë gjumi, të konsumoni kafe, që do ju mbajë të mbrojtur edhe nga këto shqetësime. Kafeja është e mirë gjithashtu për të përmirësuar ushtrimet fizike. Një filxhan kafe përpara se të shkoni në palestër mund të ndihmojë në rritjen e performancës së trupit tuaj. Ndërsa kafeja është e thënë se
ofron një stërvitje më të mirë, ajo mund të çojë në dehidratim nëse nuk shoqërohet me ujë. Prandaj kafen gjithmonë duhet ta shoqëroni me ujë. Kafeja është e mirë kundër depresionit. Nëse mendoni se kafeja është një pilulë e lëngshme lumturisë, nuk do gaboheni. Një shumëllojshmëri e gjerë e studimeve ka nënkaluar dhe tashmë kanë gjetur një korelacion midis konsumit të kafes dhe normave të ulta të depresionit tek meshkujt. Të gjitha këto studime pajtohen se adhuruesit e kafes kanë deri në 20% më të ulët shanset për t'u prekur nga depresioni. Kafeja ndihmon në përmirësimin e funksioneve të trurit. Nëse keni një provim për t'u përgatitur, ju mund të dëshironi të pini të paktën një filxhan kafe çdo ditë në mënyrë që të mbani mend disa gjëra më shumë. Një studim që përfshiu një grup vullnetarësh tregoi se ata që morën një dozë prej 100 mg kafein ishin në gjendje të kujtonin më mirë informacionet se ata persona që nuk e konsumonin. Kafeja është një nga pijet më të konsumuara në botë dhe gjithashtu vlerat e saj që do t'i marrë trupi juaj janë vërtet të veçanta. Së pari, mund të themi se eliminimi i kafes në dietën tuaj mund të nxjisë përgjumjen, prandaj kafeja duhet të pihet gjithmonë brenda normës së lejuar. Kafeja është një nga pijet më të konsumuara në mbar botën. Është një pije e cila nuk del shpesh jashtë dëshirës. Përveç kësaj, të paktën një filxhan kafe në ditë ju lejon të përfitoni një mori me veti të mira shëndetësore. Megjithatë, ka edhe një stop që mund t'i bëni. Mos e pini para gjumit dhe asnjëherë me stomakun bosh. Kafeja përbëhet nga një sër elementësh dhe lëndë ushqyese për të cilat duhet t'i dini. Kur analizoni kimikisht atë që ka një filxhan kafe, është vërtet mbreslëndse. Ju mund të shikoni se ajo është e pasur me disa minerale ose element gjurmë, si dhe vitamina dhe acide yndyrore. Të gjitha këto substanca janë ato që kontribojnë në mirëqenien tuaj. Një filxhan me kafe, pa shtuar asgjë tjetër, mund të hahet edhe në mbrëmje. Gjithashtu, ajo mund të shtohet edhe në pijet tuaja të preferuara. Ajo ka në përbërje të saj karbohidrate, lipide ose yndyrna, vitamina, minerale, gjithashtu proteina, acide të tjera. Por kjo nuk do të thotë për shumicën e personave se ta teprojnë me pirjen e saj. Pija e kafes duhet të jetë gjithmonë brenda normës së lejuar, dhe duke u konsumuar kafeja brenda sasive të lejuara ditore, atëherë ajo do të ndikojë pozitivisht në çështjet tuaja imunitare. Ekspertët këshillojnë që të pini 1 deri në 3 filxhan kafe në ditë, të ndara në doza ditore, gjithmonë mbas ushqimit dhe asnjëherë përpara gjumit. Në të kundërt, efektet e saj do të jenë vërtet të dëmshme. Fal kafeinës, mundeni të përmirësoni funksionet tuaja njohëse. Prandaj do ju ndihmoj të kaloni një ditë të vështirë në punë dhe të përqendroheni më mirë në studimet tuaja. Kjo fal faktit që bllokon adenozinën dhe rrit dopaminën dhe neuropineferinën që përshpejtojnë funksionet e trurit. Kjo gjithashtu kontribon në kujtesë dhe në rritjen e energjisë, madje përmirëson edhe disponimin. Kafeja parandalon rënjen njohëse. Një tjetër nga vetitë e kafes është se ndihmon në parandalimin ose vonimin e efekteve të sëmundjeve neurodegenerative si Alzheimeri dhe Parkinsoni. Disa studime kanë përcaktuar se konsumi i rregullt i kafes mund të zvogëlojë shanset me 60%. Kafeja përmirëson performancën fizike. Edhe kafeina ndihmon në rritjen e niveleve të adrenalinës në organizëm, gjë që e bën trupin të përgjigjet më mirë kur duhet të merrni me patjetër ushtrimet fizike. Prandaj mund të përmirësojë performancën dhe të zvogëlojë ndjenjen e lodhjes për shkak të aktiviteteve fizike. Kafeja mbron shëndetin e mëlçisë. Një studim i Universitetit të Southampton pohoi se një filxhan kafe në përditshmërinë tuaj mund të zvogëlojë rrezikun e cirrozës së mëlçisë me 25% dhe 4 filxhan mund të reduktojnë me 65%. Prandaj është mirë që kafeja të pihet në doza të ndara ditore dhe asnjëherë në sasi tepër të lartë. Kafeja mund të djegë gjithashtu yndyrën. Nëse doni një dietë e cila mund të përmirësojë edhe shëndetin tuaj dhe të mbajë larg yndyrnat e tepërta, atëherë kafeja duhet të jetë pjesë e dietave tuaja të përditshme. Kështu do të merrni të mirat mineralet të saj dhe do të parandaloni një sër komplikacionesh. Ndaj duhet ta konsumoni gjithmonë brenda normës së lejuar. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos u zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like.
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.